zbatimi i tij është i vjetërsuar tashmë, kemi pas mangësi informime. Edhe sot kur jemi këto vetë kjo tryezë o dëshmia asaj që Ministria e Punëve të Brendshme nuk po e realizon detyrat e tyne, veç si siguri juridike po du me potencu, përveç rrugëve administrative që i përmeni avokati dhe i rënditi në mënyrë taksative, është gjithmonë rruga gjyqësore në procedura administrative, secili prej këtyre qytetarëve që vlerëson dhe i ka ato faktet, cilat unë i quaj fakte rrethanore, cilat dëshmojnë që ti ke qëndru këtu. I përmeni komunalit, shkollimin, çfarë do lloj fature dhe të ngjashme, në procedurë gjyqësore, administrative janë teje të vlefshme në mënyrë që edhe nëse organi administrativ atje ta refuzon kërkesën për qëndrim, qoftë të përkohshëm, qoftë për hershëm, qoftë për shtetësi. Na jemi të folë për refuzimin. Po jemi të folë që as kanë apliku. Të folim për situatën e tanishme. Jo, veç dashta me tregu edhe sigurisën e fundit që kemi edhe gjykatën. Ndërsa, është shumë evidente se edhe ju kur e parashtruat pyetjen, e evidentut pse ky ligjëri. Ky është një ligj i vjetër realisht. Janë disa plotësim ndryshime. Madje edhe zbatimi i tij është i vjetërsuar tashmë dhe siç u evidentu, u tregu një lloj mirë kuptimi në drejtim të asaj që kemi pas mangësi informime. Edhe sot kur jemi këto vetë kjo tryezë o dëshmia asaj që Ministria e Punëve të Brendshme nuk po e realizon detyrat e tyne në drejtim të informimit të qytetarëve. Këtu absolutisht e ndaj mirëkuptimin me dyshanin dhe secilin qytetar, shtetas tuaj cili ka mangësi, ka deficit të informacionit si mund të arrijë deri të një qëndrim i lehtësuar. Shkoj edhe ma fell e buni një supozim pse ata nuk dojnë me informu. A ka të bëjmë me faktin që nuk din as ata vetë? Qysh me apliku se se kanë apliku dhe ishtash? Ka pas tolerancë totale edhe për targat huja, edhe për shtetas të huj, sepse Kosova është kogja e mbushën me njerëz që kanë makinat huja, kanë dokumentat huja, kemi dy shtetësi, kemi diasport madhe që s'ka ku me i gra këtëne procedurave. A është toleranca për mos me zbatu ligjin për të huj përgjithësi, për shka që i ka konvenu? Jo, realisht kjo për shkak të vështërsive praktike në zbatim, për asese për shkak të mosnjohjes apo mosnjohërisë si do ta procedojmë zbatojmë praktikët ligj dhe aq më pak se mund të targetohet apo mund të perceptohet se po targetohet një etni apo një grup i caktuar i banorëve. A është u marru për mu targetu qaj grup? Absolutisht jo. Edhe këto vetë dëshmon ligji u evidentu. Avokati i përmendi, po besoj edhe dyshani këtu i kam krejt tërsinë e direktivave evropiane me cilat ky ligj në mënyrë të drejtë për drejtë është i transpozuar. Do me thonë, absolutisht në këtë drejtim nuk targeton askënd. Çka duhet me pas parasysh, ky ligj nuk njehet një. Ky ta njeh një status tonë, një shtetësi, a e ki apo nuk e ki, përcakton kritere, qoftë për leje qëndrim, afatshkurt, të përkohshëm, të përhershëm apo edhe për shtetësi. Në që drejtim është totalisht irelevante a je shqiptar i luginës, a je serb, a je spanjoll, a maroken. Me rëndësi është me i plotësu kushtet dhe mbi gjitha kushtet janë të jetë të qarta. Realizimi praktik i këtyne edhe fitimi i këtyne pastaj o çështje që keni parasysh, kjo ende nuk ka i testum. Për atë arsye, kemi pas edhe këto shtyrjet e vazhdueshme, këto kisha me thonë lëshime, janë lëshu që në mënyrë që qytetarët, në pretekstin e mungesës së informimit, kanë testu, realisht, unë kom po, personalisht, etiketa të shqiptuara për targa të huaja, e që ai person konsideroj që e ka një bazë legjitime me ankimu këtë gjykatë, sepse ai mundet me thonë që kjo selektive, sepse krejt fushatat e Ministrisë Punëve të Brendshme, po paralajmërojnë që 15 marsi... Apo në kazu çfarë raste ke pa tiketave për tabelat Shqipënisë atë Serbisë? Jo, për tabelat huja, atë një shteti tjetër, as Shqipërisë as Serbisë, cilën e ka vozit personi dhe këtu e dim që kushtet janë... Edhe ka qenë gjyq? Po, e ka qenë gjyq, me siguri e ka qenë gjyq, ka paralajmëru, po 200 euro gjoba kundër vajtje. E para, e dytën s'din është, me ligjin është, çka është? Po pastaj vlen dispozitat e përgjithshme, edhe matët, pesha, edhe përsëri.